Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të Drejt për Drejt. Data është 20 mars, ditë e premte dhe të gjithë besimtarët musliman festojnë Fitër Bajramin mbas një muaji sakrifice për kushtimi lutje. Kështu që gëzuar të gjithë juve që po na ndiqni drejt për së drejti, të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, vetëm paqe, harmoni dhe gëzim në familjet e tyre. Edhe pse është ditë feste, ditë pushimi, ndoshta për të gjithë shqiptarët ditën e sotme, disa prej profesioneve, siç jemi ne gazetarët dhe jo vetëm, jemi në krye të detyrës dhe në këtë drek Bajrami, ku gjithë familjet po festojmë, jemi drejt për së drejti për t'i përkushtuar jo vetëm aktualitetit, por edhe njerëzve që kanë më shumë nevojë në këtë ditë për vëmendjen tonë dhe tuajin bashkë. Do ta nisim ditën e sotme pikërisht me një ngjarje aktualiteti. E keni ndjekur pikërisht largimin e një 14 vjeçare nga qyteti i Durrësit dhe në fakt brenda 24 orëve policia e Durrësit në bashkëpunim me policinë e Tiranës kanë gjetur 14 vjeçaren dhe lajmin e mirë e morëm vetëm 24 orë më parë ditën e djeshme, ku 14 vjeçaria dhe prindrit e saj kanë qenë në policinë e Durrësit. Unë ditën e djeshme kam zhvilluar një bisedë telefonike me tezën e 14 vjeçares, pasi vetë mitura dhe prindrit ishin duke dhënë denoncimin e tyre në polici dhe të dhënat në lidhje me largimin e vajzës, por letra e shkruar nga vajza po largohem dhe mos më kërkoni dhe çfarë ndodhi me të, ne do ta mësojmë vetëm pas pak. Fillimisht, ndjekim materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi në studio. Gjendet në Tiranë 14 vjeçaria nga Durrësi e cila u largua nga banesa pa dieni. E mitura nxënëse e shkollës Qemal Mici ishte larguar nga shtëpia rreth orës 6:40 të mëngjesit. Sipas nënës së saj, vajza kishte qenë në banesë deri në orën 5 të mëngjesit, por ajo ishte zgjuar për të konsumuar syfyrin. Më pas nëna është rikthyer në gjumë dhe kur u zgjua rreth orës 6:30 minuta, konstatoi se vajza nuk ndodhej më në dhomën e saj. Fatmirësisht 14 vjeçaria është gjetur në Tiranë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, tezja e saj ka dhënë detaje mbi rrethanat e largimit. Ndiqni intervistën e plot. Rikthehemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Përballë meje është avokati Klodian Reçi. Përshëndetje Klodi, mirë se erdhe. Gëzuar Fitër Bajrami dhe për familjen tënde, për stafin tuaj të zyrës avokatore, për gjithë shqiptarët që po na ndjekin drejt për së drejti, duke i kërkuar një ndjesë edhe familjes tënde. Të kemi marrë nga kjo dreka e Bajramit, duke lënë pas gjithë familjarët, fëmijët, sidomos që kanë nevojë për prezencën tuaj, duke qenë se ju së fundmi jeni shumë të ngarkuar, sidomos me një çështje shumë të madhe, siç është ajo e banorëve të Prandaj edhe një herë mirëkuptimin tuaj dhe të familjes, duke të uruar që të keni sa më shumë mirësi, shëndet, begati në familjen tuaj. Faleminderit për konsiderat. Së bashku do të ndjekim drejt për së drejti në fakt intervistën që kam zhvilluar me tezën e 14 vjeçares, të paktën zonja në fjalë thoshte që jam tezja dhe jo nëna e 14 vjeçares, ndërkohë që 24 orë teksa policia bënte kërkimin e 14 vjeçares, ne kemi qenë kontakt me 2 numrat e telefonit të familjes së 14 vjeçares dhe kishim lënë që ditën e djeshme në fakt ne të zhvillonim një emision ku të kërkoj live 14 vjeçaria, por në orët e para të mëngjesit me lajmin e mirë që 14 vjeçaria ishte gjetur dhe ishte në prani të familjarëve, të psikologës në ambientet e komisariatit të policisë, ne zhvilluam këtë intervistë që ndjekim në këto momente. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Unë jam Evi Sameti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Më vjen mirë që keni gjetur vajzën, por dëshiroja të dija nga ju si kanë qenë ato 24 orë para vajzën në shtëpi. Tani, çdo gjë ka qenë mbështetje të policisë. Gjithashtu dhe neve kemi munduar të pyet për njerëzit, për të marrë një informacion se kush mund ta ketë parë, dhe çdo gjë shkoi në rregull, morëm vajzën në shtëpi. Ndërkohë që ishe ti e para, më duket që kur u ngrite në mëngjes nuk e gjete vajzën në shtëpi. Jo, nuk isha unë, unë jam tezja e vajzës. Ti e tezja e vajzës. Pra ishte motra juaj, çfarë ju ka treguar motra? U qua në mëngjes për syfyrin dhe? Nuk mund t'jap do të asnjë lloj informacioni, sepse çdo gjë është në mbështetje të policisë. Ku është gjetur vajza?
Vajza ku është gjetur? Është gjetur nga dikush në Tiranë. Ishte personi që ju telefonoi juve? Ode? Ishte ky person që ju telefonoi apo ishte policia që ju telefonoi? Nuk mund të jetë do të asillësh shpjegimin, sepse nuk mundem dot. E kuptoj. Sa arrit të kuptosh, nuk mund të jetë do të asillësh shpjegimin. E kuptoj. Po si është gjendja e vajzës? Është në dorë të policisë, çdo gjë besojmë tek policia, çdo gjë është në dorë të tyre dhe në anë të tyre kemi vajzë në shtëpi sot. E kuptoj. Pra ka qenë policia që e ka identifikuar nëpërmjet një personi, po pse kishte lënë një letër? Çfarë ka ndodhur jashtë dyerve të shkollës? Nuk mund të jetë do të asillësh shpjegimin, ju falenderoj. Se do donim të dinim në qoftë se është kërcënuar apo jo. Jo. Nuk është e kërcënuar. Jo. Po marrëdhëniet me familjen, me motrën tuaj, me nënën, me babain, me Shumë të mira. shumë të mira. Po, janë shumë të mirë, nuk e di. Tani mendja e një adoleshente, vendimi që më është marrë nga vajza vetë. Ajo është larguar në orët e para të mëngjesit, apo jo? Ku nëna është ngritur për syfyr dhe nuk e ka gjetur në shtëpi. Nuk dashë se që është folur, ashtu nuk është asë kërcënuar, nuk dim që të themi. Ajo është një nxënëse e mirë në shkollë? Shumë e mirë, dhe shumë në rregull me çdo detaje, me çdo gjëra, rregull. A ka mundësi bullizimi brenda shkollës vajza? Ka folur me juve? Këtë nuk mund të di, nuk mund, nga vajzës kemi marrë vesh asnjë lloj informacioni për bullizimin. Besoj se në polici është në prani të një psikologeje, duke u asistuar dhe duke u marrë në pyetje. Po, në çdo gjë është në mbikëqyrje të policisë. Prindrit e saj janë marrë në pyetje? Vetëm kaq informacion kam për momentin. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve dhe shpresoj të mos përsëritet më ky rast edhe ajo të gjejë një situatë sa më të ngrohtë shpirtërore si në shtëpi ashtu edhe në shkollë. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Faleminderit shumë. Rikthehemi në studio. Kjo ka qenë biseda e një dite më parë bërë me tezën e 14 vjeçares. Fillimisht menduam se në numrin e telefonit që kishim kontaktuar 24 orë më parë dhe kishim organizuar ditën e dieshme emisionin e 14 vjeçares, por lajmi i mirë erdhi përpara orës së transmetimit të emisionit Me zemër të hapur në mesditë nga e hëna në të premte në televizionin News 24, patëm mundësi të flisnim nga i numër telefoni dhe fillimisht jam drejtuar sikur ka qenë nëna. Më pas zonja ka thënë që jam tezja dhe pjesa tjetër e familjes së bashku me 14 vjeçaren ishin duke dhënë detaje në policinë e Durrësit. Ajo thotë gjithçka që është shkruar është e vërtetë. Pra vajza ka lënë një letër që thotë po largohem dhe mos më kërkoni më. Flitet që për vajzën në fakt ka pasur kërcënime jashtë ambienteve të shkollës, por në fakt familjarja tezja e saj thotë që nuk ka pasur. Ndërkohë që thotë ike e saj ka qenë pikërisht nga momentet emocionale të një adoleshente. Por çfarë po ndodh me këta të fundit, sepse po përsëriten rastet njëra pas tjetrës, çdo ditë kemi fëmijë të raportuar në fakt që largohen nga banesa, pse ato nuk gjejnë një moment shpirtëror për t'u hapur me prindrit e tyre. Për të gjitha këto do flasim me avokatin në këto momente të para të emisionit për t'ia kushtuar të rinjve 14 vjeçares dhe më pas do dalim në hapësirën e parë publicitare për t'u rikthyer një familje që ka nevojë për vëmendjen e gjithë shqiptarëve tonën pikërisht për këtë ditë të shënuar të Fitër Bajramit. Atëherë, Klodi, besoj se rastin e ke ndjekur në media. Ishte një rast që me sa duket është kontradiktor me atë që thot tezja për emisionin. Atë që thot, sepse edhe internacionin që përdoret le pak hapësirë për dyshim se cila është e vërtetë e asaj. Logjika të thonë që nuk mundet në një episod vetëm ose një largim pa shkak. Pra, dhe themi natyrisht kush janë hipotezat e kësaj që ka diktuar largimin e një adoleshente, zota thoj adoleshent, sepse faset e hershme të adoleshentit tashmë fillojnë pak më herët, sipas gjithë protokolleve psikologëve që fillojnë rreth moshës 10 vjeçare, që janë shenjat e para të adoleshencës. Dhe është pak e çuditshme që nuk ka një shkak, një motiv largimit, përveç se mund të jetë një rebelim ndaj një situate të caktuar, që në mënyrën se si konceptojnë adoleshentët sot jetën, në raport me atë që ofron familja, është një disbalancë
Dhe kjo krijon atë dualitetin brenda vetë adoleshentëve që nga një radhë duan atë lirinë e lëvizjes, duan lirinë e tyre të shprehjes, duan ndihen shpirtër lirë, nga ana tjetër kanë dhe kufizimin nga familja për shkak të moralit, për shkak të traditës, për shkak se familja është gjithmonë ajo pjesa mbrojtëse e gjithë anëtarëve të saj. Ndërkohë që adoleshentët nuk e konceptojnë si tillë. Pra, ato janë një moshë që adoleshentët mendojnë që prindërit e tyre janë budallënj, që prindërit e tyre nuk kuptojnë. Pra, është një fazë që e kalojnë gjithë njerëzit dhe me kalimin e viteve fillon dhe kupton që bërthama thelbësore që është familja nuk është për të kritikuar, por është për të bërë një qytetar sa më të mirë dhe për të përgatitur sa më mirë me jetën e cila është e padrejtë. E vërteta është që po të shikosh, mënyra si e ka konstatuar është zgjuar për të bërë ritmin fetar dhe për të ndjek atë besimi se njeriu me besim jeton. Edhe gjenden përpara një ngjarje jo që s'mund të themi e pakëndshme, por një ngjarje traumatike për një prind. Fëmijët nuk arrin ta kuptojnë mënyrën se si prindi e shikon, me çfarë sysh e shikon fëmin krijesën e saj. Dhe reagimi i fëmijës shpresherë është mos përfilles. Po ajo çfarë bën pak më problematike ka bërë me shkaqe dhe hipotezat që na serviren, nuk është hera e parë që po të paktën në brenda këtij viti ka qenë disa raste të largimit të fëmijëve. Edhe janë këmbana që tregojnë që mund të jenë edhe pre abuzimeve, pre e krimit, edhe tregojnë edhe për predispozitën e lartë. Dhe ne vendosim një balancë. Nëse në të vërtet raportimi që bëhet me kaq shumë vëmendje në media, nga një rana ndikon për të bërë parandalimin, apo i shërben edhe adoleshentëve dhe fëmijëve të tjerë që të ndjekin një rrugë. Ndoshta mund të jetë një nga mënyrat për të krijuar vëmendjen. Kanë pas nevojë të kenë vëmendje për një diçka të caktuar, ose një problematikë në shkollë. Dhe ajo çka është më problematike, kemi vënë edhe në raste të tjera, që nëse një nxënës shkollës sot ka një problem, ai nuk mbetet brenda konturave të shkollës, pra nuk mbetet një bisedë shumë private me disë psikologët, referuar edhe kodit deontologjik që ka, kodit etik që ka psikologu, sipas të cilit biseda do të mbetet tërësisht private, dhe këtu ndalen dhe ekspozohen bisedat e të miturve. Dhe vetmja gjë për shpëtuar, le të themi, nga turpi, për shpëtuar nga kritika, për shpëtuar nga bullizimi i mëtejshëm, zgjedhë mënyrën e largimit. Pra do të qenë pak kujdesshëm në mënyrën se si duhen trajtuar sot adoleshentët. Duke qenë se kanë një informacion të jashtëzakonshëm, teknologjia pra nga një ndihmës tash është kthyer në një armik i njeriut, sepse shohim ditë më ditë shohim që janë fëmijët shumë vetmuar, sepse i vetmuar një cep aty që rrin para një pajisje teknologjike. Kjo është një këmbana alarmi për gjithë prindërit që nuk duhet t'i lësh këtë lloj ekspozimi që të kenë fëmijët duke bërë të distancimit dhe jetojnë një botë tërësisht virtuale. Dhe modelet që ato shohin absolutisht shumë përputhen jo vetëm me realitetin e familjes, po as me realitetin shqiptar. Dhe në këtë pikpamje nuk mund ta lëmë vetëm dorën e policisë. Policia bën atë aspektin paraprak, duke dyshuar se mund të jetë para ndonjë vepre penale, pra impenji i policisë është për zgjidh punën e vet, jo për zgjidh problemin. Policia mbaron punën aty dhe por nuk duhet ishte kështu. Po kështu e ka ligji. Nuk merret policia për të marrë, janë struktura të tjera nëse evidenton problematika. Problemi është kur nuk gje bashkëpunimin jo vetëm të fëmijës, por nuk gjen as prindërve që fshehin diçka dhe nuk bashkëpunojnë me policinë. Gjëja si po ato kanë merakun e tyre sepse siç e thash, policia ka për detyrë ta referojnë në njësinë administrative dhe tek sektori mbrojtjes së absolutisht, se nuk është largimi i një fëmie, nuk është se do mbetet pa bërë një procedurë përkatëse, sepse ka një sër mekanizëm është paktën vendor që e rregullojnë këtë situatë për të bërë mbikëqyrjen familjare, por mos ndoshta fëmia është para një situate dhune. Mund të jetë edhe kjo. Janë strukturat, njësia e mbrojtjes së fëmijëve. Njësia e mbrojtjes së fëmijëve pranë nivelit vendor, pranë çdo bashkie, pranë çdo qeverisje vendore, që paktën janë formalisht, ama janë gjëra që ligji na imponon që t'i bëjmë. Megjithatë, Klodi përmendë pak më përpara edhe rolin e mediave në pasqyrimin e këtyre ngjarjeve, referuar edhe një ngjarje të disa javë më parë të 11 vjeçarit që edhe ai pati fatin e mirë brenda 24 orëve të gjendet dhe që policia së fundmi duhet theksuar që vihet në alarm kur largohet një adoleshent nga familja. Paktën nuk kemi raste fatale për zhdukje të tyre, për mosjetje të tyre për një kohë të gjatë, por kemi rikthimin e tyre brenda 24 orëve, 48 orëve në familje dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Po mos të pasqyrohej në media
të paktën shumë prej fëmijëve ose edhe për personave të humbur nuk do ishin gjetur. Gjithsesi, ti thua që media, duke u nisur me qëllimin e mirë, shikohet edhe si një lloj kopje nga adoleshentët për ta përsëritur rastin. Apo jo, i referohesh 2 rasteve të fundit, sepse ju vini nga shoqata e avokatëve antikorrupsion dhe detektive privat në zyrën tuaj, unë nuk e di, a keni ju statistika sa prindër vinë në ditë për të kërkuar fëmijët e larguar nga banesa? Atëherë, faktikisht rastet janë drejt minimizimit që kanë qenë, faktikisht, po kanë qenë drejt maksimalizimit numrit të rasteve sa e përket mbikëqyrjes së fëmijëve. Sepse du ndihmë kë shoqërohet, si shoqërohet, çfarë aktivitete bën. Pra, kemi prindër më të vëmendshëm, thua. Patjetër. Pra, tregoj një farë përkujdesje ose një lloj meraku për ditur se si fëmijët e tyre sillen në të vërtetë, çfarë aktivitete frekuenton, cila është rutina e tyre, rrjeti shoqëror me cilin shoqërohet, çfarë veprime bën, nëse bën një veprim i cili nuk është as përputhje me moshën, pa mund të jetë me veprime vetë dëmtuese, pra që për shkak të moshës janë ashkalon dhe nuk arrin ta kuptojë. Dhe normalisht janë mekanizmat teknike që i përkasin detektivëve privat, por janë treguesi rastet, ka raste në rritje. Pra, tani ne nuk arrim ta ndajmë nëse është rastet në rritje apo është përkujdesja në rritje, sepse fakti që ka për shumë përkujdesje nuk thotë që ka rastet mund mendet po të njëjta, po thjesht vëmendja është shtuar për të pas një mbikëqyrje sa më normale të fëmijëve të tyre. Duke qenë se jetojnë një shoqëri shumë kaotike sot, pra. Pak në qytetin e Tiranës është bërë shumë kaotik nga mjetët, nga numri i njerëzve, nga të huajt. Dhe po ta shikojmë, ne gjejmë të paktën në çdo lloj biznesi gjejmë persona të huaj që shumë nuk përputhen me nivelin kultural tonin, je vetëm nga pikpamja e zhvillimit, sepse vinë atë pjesa më të mbaruar dhe gjithë botë vinë në Shqipëri. Pavarësisht që kur e shohin Shqipërinë nga brenda, shohin që është një mrekulli natyrës. Dhe këto lloj gjërash natyrisht kanë ngritur shqetësimin sepse duke pas frikës se më shoqërohen fëmijët e tyre, më shoqërohen me kontingjent kriminal, me persona që mund të joshin. Ka lloj situata. Sipas detektive, se ju jeni edhe një zyrë e shumë kompletuar ku pjesëmarrës të zyrës tuaj ka dhe psikologët më të mirë në vend dhe duhet ta theksojmë këtë gjë. Klodi, çfarë tregojnë të miturit kur gjehen nga detektivët dhe nga familja? Pse janë larguar? Miturit, kryesisht është në shenjë rebelime. Shenjë rebelime se mund të ketë qenë gjatë theme, mund të ketë qenë mos frekuentimi një parti të caktuar, një ditëlindje, një gjë që prindi nuk e vlerëson si të tillë. Po nuk ka njësinë madhe se të arsyetimit njësoj një fëmijë, një adoleshent. A bojnë pjesë ato edhe të grupeve kriminale shënjestër të tyre? Atë, këto janë shenjat e para, sepse kështu fillon e pra. Fillon njerë me largimin nga banesa, pastaj fillon krijon atë rrjetin shoqëror, sepse krimi, le të themi, kontingjentat shok dun, pra dun fëmijë, dun adoleshent që të jenë sa më larg nga interesi dhe fokusi i familjeve. Pra, rekrutimi duhet sa më i vogël apo jo? Natyrisht, duke qenë sa familje sa më shumë marginalizuar, jo në kuptimin ekonomik, po në kuptimin e vëmendjes. Pra, kjo marginalizimi në raste konkrete nuk ka të bëjë me nivelin ekonomik të familjes, ka të bëjë me nivelin e përkushtimit e vëmendjes që ke nga në të mitë. Pra, në fokus të këtyre grupeve që ne po përmendim në këto momente kriminale që fillojnë dalë nga dalë duke tërhequr fillimisht një ditë 24 orë nga familja, disa orë pa lajmëruar familjen, jo domosdoshmërisht janë familje me ekonomi të dobët, mund të jenë me probleme sociale, prindrit në divorc ose nëna që e rritet vetme ose babai i cili po i rriti vetëm, se ka dhe shumë baballar që rrisin fëmijët e vetëm për plasja e dy prindërve në proces divorci që nuk përjetohet ashtu aq mirë nga adoleshentët, bën që këta grupe ta etiketojnë dhe më pas ta bëjnë pjesë të tyre, apo jo? Natyrisht, po se janë më afër atyre dëshirave dhe pasioneve që adoleshentët kanë në atë moment caktuar. Që është kryesisht është rebelimi ndaj sistemet, pra sistemet familjar, sistemet arsimor, sistemet vlerave. Sepse është njeriu ndidhet më mirë kur i shkel rregulla, pra nuk i pëlqen që të jetë brenda kufive strukturuar se si duhet të sillesh. Pra kur ti ke lirinë e asaj, adoleshentët njohshin prej kësaj, sepse mosha është e tillë, zhvillimi, hormonet janë të tilla. Dhe natyrisht këto sjellin këto lloj problematika që ne vim sot edhe bëjmë emisione. Kur flasim për sistemin, familja, komuniteti edhe institucioni
që është shkolla, por edhe jo vetëm, me sa duket janë të shkëputura pa bashkëpunuar me njëra tjetrën, që sjellin edhe ngjarje dhe prodhojnë ngjarje të tilla në fakt. Çfarë do t'i kërkojmë neve shkollës? Ja, do shtëm një pyetje shumë. Pse do t'i kërkojmë gjithashtu? Shiko, është adoleshenti që shkon ke psikologu apo është psikologu që duhet të vëre adoleshentët në fakt që kanë probleme brenda shkollës? Personalisht më duket jo normale që një shkollë së paku me 400 nxënës të jenë një psikolog, një dhe 2 psikolog. Për mendimin tim është pamjaftueshme. Po. E njëjta gjë është edhe mënyra se si janë ndërtuar të paktën në sistemi i shkollave në Shqipëri. Ne shohim me kangjella nga 3 metra, nga 4 metra. Që nga këtu krijon atë idenë e kufizimit, idenë e burgosjes. Nuk është shkolla është për të hap diapazon. Megjithatë ne duhet të shikojmë edhe ambientet rreth rrotullt shkollës, se kush tani ndërtohen edhe shkollat, ndërtohen aty ku duhet ndërtohen. Ne nuk mund të rrim peng e kësaj gjëre nëse duam bëjmë një shoqëri normale. Po të shohim ka modele në Shtetet e Bashkuara, gjitha shkollat janë të hapura. Po të fjalë shkolla, tu mbyllen shkolla. Po edhe bizneset e jashtë shkollave, që aty mund të ulen disa kontingent që vënë nga larg, si e ka zgjidhur bota me kohë. Po. Prezenca e policisë, prezenca e sherifave është gjatë gjithë kohës aty. Një person, një automet që rrin. Po edhe ne kemi policinë e sigurimit brenda shkollës, po ne na ndodhi ngjarje te shkolla Fanoli. Fanoli që u vranët ndoshta ishte sepse u vlerësuesi e tillë. Po është edhe vështirë tash ti kuptosh të adoleshentë, sepse aty për aty ato sillen normalisht edhe qëllimi i policisë edhe i sigurisë është të parandaloj pasojat aty për aty. Se pasojat mund zihen mas 1 ore, mas 2, mas 5 orë, mas disa ditësh. Edhe tu nuk mund t'i vëmë fajin, që themi shkolla që ka gjithë. Megjithatë jemi në një ditë që duhet t'i japim vëmendje këtij target grupit të rinjve dhe problemeve që ata kanë. Në fund të kësaj pjese njoftoj dhe një Regjin të japi pak intervistën e tezës së 14 vjeçares që kemi kryer ditën e djeshme, dalim menjëherë në hapësirën publicitare. Kur të rikthehemi, do rikthehemi me rrjedhën normale të emisionit, me rastin e sotëm që që kërkon vëmendjen e gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen në tryezat e tyre, duke festuar Fitër Bajramin, por do shkojmë në Borizan pra, dhe kemi një familje që përveç vëmendjes gjithë shqiptarëve kërkon vëmendjen tonë si media, kërkon edhe vëmendjen e institucioneve. Ndjekim edhe një herë çfarë ka thënë tezja 14 vjeçares, dalim publicitet dhe rikthehemi në studio. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje. Unë jam Evi Sameti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Më vjen mirë që keni gjetur vajzën, por dëshiroja të dija nga ju si kanë qenë ato 24 orë para vajzën në shtëpi. Tani, çdo gjë ka qenë mbështetje të policisë, gjithashtu edhe neve kemi munduar të pyet për njerëzit, për të marrë një informacion se kush mund ta ketë parë, se çdo gjë shkoi në rregull, morëm vajzën në shtëpi. Ndërkohë që ishe ti e para, më duket që kur u ngrite në mëngjes nuk e gjete vajzën në shtëpi. Jo, nuk isha asë, unë jam tezja e vajzës. Ti e tezja e vajzës. Pra ishte motra juaj, çfarë ju ka treguar motra? U qua në mëngjes për syfyrin dhe? Nuk mund t'jap do të asnjë lloj informacioni, sepse çdo gjë është në mbështetje të policisë. Ku është gjetur vajza? Vajza ku është gjetur? Është gjetur nga dikush në Tiranë. Ishte personi që ju telefonoi juve? Ode? Ishte ky person që ju telefonoi apo ishte policia që ju telefonoi? Nuk mund të jap dot asnjë lloj shpjegimi, sepse nuk mundem dot. E kuptoj. Sa arrit të kuptosh, nuk mund të jap dot asnjë lloj shpjegimi. E kuptoj. Po si është gjendja e vajzës? Është në dorë të policisë çdo gjë, besojmë tek policia, çdo gjë është në dorë të tyre dhe në anë të tyre kemi vajzë në shtëpi sot. E kuptoj. Pra ka qenë policia që e ka identifikuar nëpërmjet një personi, po pse kishte lënë një letër? Çfarë ka ndodhur jashtë dyerve të shkollës? Nuk mund të jap dot asnjë lloj shpjegimi, ju falenderoj. Se do donim të dinim në qoftë se është kërcënuar apo jo? Jo. Nuk është e kërcënuar? Jo. Po marrëdhëniet me familjen, me motrën tuaj, me nënën, me babain, shumë të mira. Shumë të mira. Po, janë shumë të mirë, nuk e di. Tani mendja e një adoleshente, vendimi që është marrë nga vajza vetë. Ajo është larguar në orët e para të mëngjesit, apo jo? Ku nëna është ngritur për syfyr dhe nuk e ka gjetur në shtëpi.
Nuk ndashtu si që shplin folur, ashtu nuk është asë personuar, nuk din që të themi. Ajo është një nxënëse e mirë në shkollë? Shumë e mirë, dhe shumë në rregull në çdo detaje, në çdo gjëra, rregull. A ka mundësi bullizimi brenda shkollës, vajza? Ka folur me juve? Këtë nuk mund të di, nuk mund, nga vajzat kemi marrë vesh ka asnjë lloj informacioni për bullizimin. Besoj se në polici është në prani të një psikologeje, duke u asistuar dhe duke u marrë në pyetje. Po, në çdo gjë është në mbikëqyrje të policisë. Prindrit e saj janë marrë në pyetje? Vetëm kaq informacion kam për momentin. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve dhe shpresoj të mos përsëritet më ky rast edhe ajo të gjejë një situatë sa më të ngrohtë shpirtërore si në shtëpi ashtu edhe në shkollë. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mbas hapësirës së parë publicitare dhe pjesës së parë ku trajtuam një temë aktualiteti, ditën e sotme do të shkojmë në Borizan të Krujës. Do të ndalojmë tek familja Leka, ku dy prindrit, 85 dhe 82 vjeç, që nga momenti i lindjes të fëmijës së tyre, të djalit, i cili aktualisht është 58 vjeç, janë përkujdesur për këtë të fundit. Kjo familje do të bëjë një apel ditën e sotme për gjithë shqiptarët që ndodhen pranë Tryezës duke festuar Fitër Bajramin, por edhe për gjithë institucionet që kërkojnë vëmendje për familjen dhe për 58 vjeçarin. Ata nuk do jenë përjetësisht me djalin e tyre, edhe pse janë prindër të 3 fëmijëve, një tjetër djalë është në emigracion dhe vajza është e martuar, ata përsëri, siç i shikoni nga këto pamje, tepër të rënda, përkujdesen ndaj 58 vjeçarit i cili ka lindur me probleme dhe është i paralizuar që nga ditët e para dhe muajt e parë të lindjes së tij. Ndjekim edhe një herë materialin e përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj. Një jetë e vullosur nga fati që në ditët e para të lindjes. Kjo është historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, që në moshën 5 javëshe një temperaturë e lartë i ndryshoi atij për gjithmonë rrjedhën e jetës. Vizitat në spitalet e Krujës dhe Tiranës nuk sollën përmirësim dhe pasojat e asaj kohe u shoqëruan në çdo hap. Sot në moshën 58 vjeçare, a jetoni paralizuar në një betejë të përditshme me kufijtë e trupit, por jo me forcën e shpirtit. Brenda mureve të shtëpisë prindrit kanë bërë gjithçka që ai të mund të lëvizi, mbajtëse të vendosura përgjatë dhomave, si një përpjekje për t'i dhënë pak më shumë liri. Ndërsa jashtë një karrocë bëhet shoqëruesi i atij në çdo dalje, por ajo që e mban në këmbë është familja, një histori dhimbje dhe sakrifice, një dëshmi se edhe kur jeta të rrëzon, forca për të jetuar lind nga zemra dhe nga njerëzit që të qëndrojnë pranë. Ndiqni historinë e plot. Rikthehemi në studio dhe shkojmë me një lidhje të drejtë për drejtë në Borizan të Krujës, aty ku ndodhet zoti Islam Leka. Zoti Islam, të përshëndes. Shëndetet mirë. Në radhë parë të uroj gjithë të mirat e kësaj bote, një jetë sa më të gjatë për ty dhe për zonjën Sanie, por edhe për djalin tënd, por edhe për 2 fëmijët e tjerë. Gëzuar Fitër Bajramin. Gëzuar qoftë, shumë faleminderit për llafin që më thënë. Atëherë, ne në fakt nëpërmjet edhe kolegut ton Ahmet Zanit, të cilin i uroj mbas një muaji sakrifice të mbajtjes së Ramazanit edhe atij gëzuar Fitër Bajramin, këto pamje na kanë shqetësuar për të mos u bërë indiferent ndaj tyre, por të jemi ditën e sotme në këtë ditë të shenjtë me ju dhe për t'i dhënë zë historisë dhe familjes tuaj. Është pak e vështirë për të folur, në fakt, me një zotëri në moshën tuaj, por që atë që keni bërë ju dhe po bëni vazhdimisht për djalin tuaj 58 vjeçar, së bashku me zonjën Sanie, një zonjë e nderuar, një nën heroike tipike shqiptare në fakt, është jo vetëm për
tu falenderuar, por për qenë frymëzim edhe për ne tjerët, për të marrë shembull nga ju. Po, faleminderit shumë. Atëherë, zoti Islam, çfarë ka ndodhur me djalin tënd, me Sadriun? Djalim 5 javësh, Po. 5 javë ka kalu temperaturë të lartë. E kam thua shtu në kruj, gjatë kruj. Po. Pas djalit krujës e ka thua për Tiranë, ke 4 në Tiranë. Po. Ka nëjde 5 javë atje, pas të ujë për mësimi. Po. Ka fillu me hetë 7 vjetë, shas nuk pojnë, as nuk hetë. Si e keni përballuar ju? Me vujtje. Vujtjet më të mëdhaja i ka Sania. Kam gjetë tjetër në Greqi, të thonë e për zotë vete 5.000 rrugë. Ta ka një mund, vetë në vetë zotë në shumë po. Jetë keqe, më ka dhëve jetë. Me pensionet. Kur e shëfë të hetë kamadorës, pa shëzutin islami ose gjamë cajnë, po islami shëpër të një presër të të. E kuptoj. Sakrificën më të madhe ka zonja Sanie, 82 vjeç, në fakt ne kemi parë edhe për mënyrën se si i thret ajo në fakt të birit Sadriut, na ka emocionuar e trajton sikur të ishte një fëmijë i vogël. Zoti Islam. E bërë përgjë dhe herë. Atëherë, na ka emocionuar një video Po, ku shfaqet Sadriu dhe mënyrën se si e trajton zonja Sanie. Si një fëmijë të vogël e trajton. sa një është këgjëstare, për tonë të mështë në vedim gjikatës, garancije për unë, po të një për zotën të unë janë me ta si sa së të menjet, dhe vetëm unë e plaka e Sadriu i në mështi. E di. Djali tjetër është dhe ka krijuar familjen e tij, është 5 antar në Greqi, megjithatë bën sakrifica. Pasha zotin dhe për këtë fëmijëve, vetë 5, vetë 1 rrugë, nuk të si ka thënë ku shajdo, unë e morë. Po 3 fëmijë, po. E kuptoj. Zoti Islam, ju jeni të tre, keni qenë pothuajse prej shumë vitesh të tre, sepse edhe vajza juaj është e martuar, apo jo? E martume dhe e ka 3 fëmijë, po unë viljët. Unë të më po mund në shketa s'ka shumë po. Sa e vështirë është të kujdeseni në këtë moshë që jeni ju për Sadriun? Sa e vështirë është, ma thuaj pak. Vështirësi mund të kesh një në shumë parasim ka 58 vjetë. Me vujtje gjaba këllëshëm, të me thonë në buhet ma i fusmi me në këtijet. Po pësa ka për zotë, është edhe vetës mund presër të tekë. Edhe unë pasha këtë zotë jem dhe vujtë për i gjunë të bërë që përparim për këtë fëmijëvet, u së raku. Nuk e po, më ka thonë që je po shë vjetë, me zbaga të mu ba. Me vujtje ma. Megjithatë, ai do mbetet pengu juaj i përjetshëm, se si do vijoj jeta e tij kur edhe ju mund të stjeni më. Besoj se do t'jetë amaneti juaj derisa të merrni frymën dhe të mbyllni syt. Pikërisht edhe për djalin që ndodhet në Greqi edhe për vajzën e martuar këtu në Shqipëri. Ai do jetë amaneti juaj. E di, megjithatë në shtëpinë tuaj mua më vjen mirë se ju keni bërë disa lehtësira për Sadriun, si u shkoi në mendje për të bërë disa element ku ai edhe të mbahet edhe ta ketë më të lehtë për qëndruar në shtëpi edhe kur ju ndoshta nuk jeni 24 orë në 7 me të. Ja, unë më tonë dhejtim pak i një bishë shumë dalë, po plaka për zonë që nuk e të ditën. Kur është era e fundit që ka dalë Sania nga shtëpia? Dali? Po, Sania, për të dalë nga shtëpia, kur është era e fundit që ajo ka dalë? Për të lënë ty dhe Sadriu në shtëpi? Apo ajo nuk del kur? Qaka? Po. Sania? Po. Jo për zote vetë mu shkoj me 700.000 lekë një herë mujtë.
Pra jeta e... Po, jeta e... Po pa tjetër, pra jeta e saj është dalja vetëm një herë në muaj nga shtëpia. Një herë në muaj. Kur ajo del një herë në muaj, kush kujdeset për Sadriun? Jeni ju që rrini me të? Kam gjenjë vetë një të vdinjë të me ta. Nusë kushin e mas pije këtu. Jo se kam i për garancije këtu, për ta pare ba. Pra ju jetoni vetëm me kempin e Sadriut edhe me pensionet tuaja, apo jo? Po për zotë në beshëra. E pensionet që shërake. E kuptoj. A mund të dim sa janë pensionet tuaja? Për 180 vjetë e mund i 70 një gruja. E qartë. E kuptoj. Shumë pak. Shumë pak për këtë problem të madh që ju keni përjetuar që... Po. Pasha këtë zët, i pension në shko hilate, të tre në me hilate, për të të. Edhe ju të dy jeni të smur, apo jo? Për zotin, kur bim zotin, srejnë gjora bilë kam 3 fimë, si pasha, unë për vetë të thashim të mujtë, më bëha premë për më kolonë, s'ka në si e punë, ja nga të nga kisha unë nga zemra. Po kur jeni në këto vështirësi shëndetësore, pra kur jeni të smur, kush kujdeset për djalin? Po unë thash që me t'i bishë, më dalë gati për ditë, ku shkruj? Dhe thonë drejtet, ku se praka, thash i hem mujtë ditë. Ka edhe gosa për miloti, po unë se dhe punë gosa me thonë drejtet. Nuk ka më si me na përmbalu. E kuptoj. Mirë, do doja të dija pak, për... Kush është vështirësia më e madhe e Sadriut? Përveç ecjes së ti the është 58 vjeç, nuk ecën, vetëm këmbadoras dhe nuk flet. Por si shpreh ai emocionet e veta kur do të ha, kur është i smur, kur ka një problem? Jo, në gjepton, pa ja, me të tregu si të mund pasin e timet, për të horme, ha mirë. Po? Ha mirë në ha marë, nuk do saltanek për temin e të vjetrit. Po kam të shumë të këtë unë të valinë. Po? Me neve me thonë, bëjnë pasha këtë zëtë, shkop të kam rapa. E kuptoj. Ajo s'u bënë 58 vjeç pasha zotin për këtë 3.000 vete jesë në valja. Po? Jaka, i një mëjton, i hodhë ujtin në qëtë. I një mëjton, pa sa mi hodhë ujtin si për. Pra, ju të dy e lani si keni larë fëmijët e tjerë kur kanë qenë të vegjël, apo jo? Po pasha zotin, dëri se ka lind. Nga momenti që ka lindur dhe tani që është burr, 58 vjeç. Mirë, Zoti Islam, si ju gjen ky Fitër Bajram, përveç këtij problemi kaq shumë të madh që ju keni me Sadriun, juve vetë si ju gjen? Si do ta festoni ju sot? Këtë për në shketi, në du në një ka këta jepë. Pra prisni... Të të tonë të betuam, masën më ka donë gjonë, i këtë pëtëllonit së më ka donë gjonë më drugë. Ju keni shkuar në njësinë administrative, ju kanë dhënë ndihmë? Po e për zotin kina shkurri, për të bëjnë zotin, për zotin, kanë prumë lojë e pasha këtë zotin për këtë të filmet, që jam një ka shkanerë, të dojnë jamë, më pëllesh i shtempo. Po. Nuk ju kanë dimuar. E kina kumë lojë që si punoj që jemë këtë bashkirë, këtë komuna. Po. Ta shty ka mundësirë, a këni punë jam pëtë, po sa driu thashë dhe, kina në vëndërtu, dhane ka, ose djallën e keta i ashtet, djallën sa se vetë e peshti, për vite me qitë, me përgjisë ka në majtë vetë dhe. E kuptoj. Të pime e tjerë, për zotin asë ka përët, për që për mund. Zoti Islam, unë kam një video ku shfaqet djali juaj Sadriu edhe bashkëbisedimi që ai ka me nënën e tij Sanien, do doja vëmendjen e gjithë shqiptarëve, të cilët janë rreth kryesës duke festuar Fitër Bajramin, në qoftë se po e ndiqni rastin e familjes Leka nga Borizana e Krujës, në qoftë se dëshironi për të ndihmuar sadopak dy të moshuarit 85 dhe 82 vjeç, të cilët e trajtojnë si një fëmijë të porsalindur prej 58 vitesh, sepse Sadriu në fakt është 58 vjeç dhe 5 javësh nuk hecën,
këmbadorës ju e shikoni i paralizuar dhe nuk flet, atëherë mund të kontriboni duke na kontaktuar ne, ose drejt për së drejti edhe familjen Leka në Borizan të Krujës. E ndjekim një herë regjia me zë mënyrën e komunikimit të zonjës Sanie me djalin 58 vjeç? E ndjekim në këto momente. Djalë Sanie këtu? Atëherë nuk është gati me audio, më njofton në regjia në këto momente. Atëherë, zoti Islam, për gjithë ata që na ndjekin në transmetim, për gjithë shqiptarët që po festojnë Fitër Bajramin, çfarë keti për t'i thënë? Po që ati thamë islam i shkret, pa mërzit si kam liqenjë nga për o vëzik më shku më liqenjët. Lutem mos e themi këtë gjë. Zoti Islam, ti ke qëndruar i fort 58 vite, nuk duhet të dorëzohesh. Mua shabat vetën dhe të kjetet të rëmë. Sadriu shqyqyshët ka ty edhe Sanien. Por dhe? Sadriu shqyqyshët ka ty, ka që aktiv sa ti je, ka që i shëndetshëm sa ti je, pavarësisht sëmundjeve të moshës, por që ka dhe atë nën të mrekullueshme, bashorten tuaj. Kështu që nuk duhet mendoni dhe të bëjni egoist, sepse jeta ju ka sjell një vështirësi të tillë në këtë moshë. Unë e kuptoj, por atë fjalë mos e thuaj më, të lutem. Ara për pjesë, po s'kene që bo. Mirë, unë shpresoj që e di që të ka rënë për pjesë, do ta përballosh siç ke përballuar këto 58 vite, je 85 vjeç, Zoti të dhënë ty emër sa më shumë që ti të kujdesesh për Islamin. Vetëm kaq mendo. Ti je dhe forca e Sanies, besoj, sa ajo nënë e mrekullueshme, besoj duhet ketë një bashor të mrekullueshëm si ty që e përballon të gjithën këtë gjë. Po, jem dakord në lafin të atë. Mirë, dalim pak për ta dramatizuar në një hapësirë të dytë publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit me shpresën që shqiptarët po na ndjekin dhe mund të vinë ndihmat e para të drejtë për drejta në këtë studio, por mund të shkoni edhe në Borizan të Krujës, aty ku ndodhet familja e zotit Islam Sanie Leka, që kanë djalin e tyre Sadri Lekën, i cili është në këtë gjendje dhe nuk flet, nuk komunikon dot, por ecja e tij është këmbadoras. Ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthehemi një herë në studio. Hajde këna në këto. Hajde kënë dhe u fletë tu. Nëpërmjet këtij materiali edhe nën Sanien 82 vjeç, e cila e ka të pamundur ditën e sotme të jetë në lidhjen e drejtë për drejtë me Borizanën, me këtë fshat shumë fisnik në fakt, një zonë shumë fisnike që solidarizimin në të tilla ditë e kanë në fakt të shfaqur si zonë,
por unë shpresoj për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen që janë ullur për festuar në tryezën e tyre, në familjet e tyre, apo edhe jashtë familjes në përlokale, po festojnë dhe po na ndjekin drejt për së drejti në televizionin më të madh, informativ në vend, në televizionin News 24, të kthejnë syt vetëm një moment të vogël nga kjo familje për ta ndihmuar këtë 58 vjeçar i cili trajtohet në fakt si foshnjët e ditëve të para. Pra ne kuptojmë që 85 vjeçari babai Islami dhe zonja Sania 82 vjeç, Zoti i jep ymër për të jetuar shumë gjatë dhe ja urojmë sa më gjatë të jetë e mundur për këtë 58 vjeçar që ka këto kushte dhe që kërkohet një ndihmë drejt për drejt për to ditën e sotme. Klodi, të pa shumë të prekur nga rasti. E komentuam dhe gjatë hapësirës publicitare. Me rast i zakonshëm faktikisht, nuk e pa parasysh moshën që kanë dy prindrit, moshë tepër të thyer që japin forcë vetëm për shkak të dhimbjes që ka si kjo fatkeqësi familjare që u ka rënë, që thotë në radhë për pjesët këtë gjë, po. Unë do ta fokusoj te fjalën time që ne kemi deri te konventat e OKB-s që i kemi të ratifikuara në Shqipëri. Konventa OKB-s për personat me aftësi të kufizuar. Ne kemi një ligj për personat me aftësi të kufizuar. Kemi një ligj për ndihmën sociale. Kemi një ligj që për kujdesin shëndetësor. Po gjitha këto nuk janë mekanizmat mjaftueshëm garantues të ne mos i shohim këto pamje. Sepse ndryshe nga çka ka vendet e Europës, dhe kjo do vi duke u përmirësuar, por nuk mund të përmirësohet me një terren të lapsit. Sepse kryesisht bazohet në kontributet që njerëzit kanë dhënë në vazhdimsi sa i përket sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Dhe si ky fond që është krijuar, që e krijon shteti, pikërisht për të dhënë ndihmë këtyre shtetësve të tyre, për një periudhë mbi 25 vite kontributet kanë qenë skandaloze. Pra kishte punonjës që ishin të pasiguruar, fenomene që nuk gjenden më, ama ka një situatë drejt përmirësimit. Por ka një problematik tjetër, që personi në fjalë ka kujdestar mjekësor 24 orë, pra kujdestari që është nëna e tij që është njëkohësisht edhe pensioniste. Tani problematika që ka të bëjë me shpërblimin, sepse ligji shqiptar që është sot në fuqi nuk ka ato aftësi garantuese për të dhënë një shërbim të përshtatshëm. Pra sepse personi që është kujdestar i një personi me aftësi të kufizuar, do duhet minimalisht që trajtohet me një pagë dinjitoze. Që do të ishte të paktën as në kufirin minimale, por maksimumi është midis 110.000 lekë të vjetra deri në 250.000 lekë. Kjo është kufiri që e parashikon ligjin varësisht të kategorisë që është invalidi. Po, është e kuptueshme që sadriu i këtij rasti ka nevojë për kujdes për 24 orë, nuk mund të bëhet asnjë procesi personal, përveç se mund të eci këmba dorës. E tha dhe zoti Islam që me vendim gjykata nëna është kujdestarja ligjore. Është kujdestar. Po kjo është një tjetër gjë, tha. Po kjo dakor, po është pa mjaftueshme. Pra, shpërblimi që i jepet kujdestarit nuk është as në kufirin e pagës minimale, që është 50.000 lekë të re që do të ishte sot. Natyrisht kjo do të reflektohet në ligj. Çfarë ndodh? Marrim supozojmë rastin që nuk do të ketë prindër që do të përkujdesën. Kush do përkujdeset për atë person me aftësi të kufizuar? Shtetas shqiptar është edhe ai. Ligji ka parashikuar që mund të jenë edhe kujdestar persona të tjerë. Po në listën e personave që janë të gatshëm që të punësohen si kujdestar mjekësor për persona me aftësi të kufizuar, Shqipëria është zero. Deri tani ka qenë vetëm me solidarizim mes familjarëve, që shteti nga një ranë, përveç se bën një detyrë që jep një shpërblim që është nuk është simbolik, po është poshtrues shpërblimi. Nuk e ka nevojë 10 minuta në ditë, e ka nevojë 24 orë. Por më tepër vështirësia që paraqet rasti, duhet që institucionet të bëjnë kualifikim ndryshe, se nga fjala që tha zotëria bëri për llogaritjet e masës së pensionit që merr dhe bashkëshortja. Me sa e kuptoj është në kufit minimal që merr kujdestari mjekësor i këtij rasti. Dhe është për institucionet që ta vënë pak ujë në zjarr, që bëjnë pak një kualifikim sa më të saktë sipas komisionit të aftësisë këtij personi, që të marrë pak të shpërblimi maksimal që parashikon ligji.
Tjetër gjë, sa i përket qendrave. Ne shohim qendra, ne nuk kemi qendra. Shqipëria sot nuk ka qendra që të kujdesen për persona me aftësi ndryshe, me aftësi të kufizuara. Janë vetëm disa shoqata që ka marrë detyrën e tyre sa njerëzore, sa fisnike, por edhe financiare me ato projekte që i fitojnë o nga Kombet e Bashkuara, o nga Bashkimi Evropian, dhe kontributet që japin bashkitë kryesisht në nivel vendor mediat, po janë shumë të vobekta, shumë minimale. Dhe ato janë qendra ditore, nuk është se janë qendra komunitare, nuk është se ofrojnë shërbimin gjatë gjithë kohës për ato. Njëkohësisht edhe ka pas, jo pak raste, që nuk kanë pas persona të tjerë, kanë ndru jetë gjithë familjarët. Edhe persona me aftësi të kufizuar kanë ndru jetë në spitalet shqiptare. Sepse spitali për mbi 2 javë nuk i mban personat me aftësi ndryshe atje. I bën atë trajtimin para prakë, që mund të ketë nevojë, dhe pastaj i lëshojnë mëshirë të fatit mungesë tyre mekanizmave. Tani gjitha këto, në pikpamjen ligjore përbëjnë trajtim njerëzor degradues. Pra, kemi një konvent evropian për drejtave njerëzit. Këtyre nuk garantohet as drejta jetës, që mbrohet me kushtetut. Kushtetuta shqiptare mbron drejtën e jetës gjithë shtetësve, jo vetëm shtetësve shqiptar, por çdo lloj personi që gjendet në territorin e atij shteti, duke ofruar edhe kujdes shëndetësor, edhe një personi që është pa shtetësi, edhe kujdes shëndetësor, edhe qasjen shërbime, edhe të gjitha këto me radhë. Po, ne nuk mund të rrim nivelin e lëmoshës për këto njerëz. Pra, nëse familja Leka do ketë asistencën e një avokati shumë të mirë, për çfarë ju deklaruat mund të padisni shtetin shqiptar për gjitha këto që ju thatë, apo jo? Këto janë gjitha çështje që gjykata shqiptare për degradimin, për trajtim njerëzor degradues që i referohet vetëm Konventës Evropiane, gjykata e Strasburgut që mund të merret me këtë. Që Shqipëria edhe prapë sentat 31 Shqipëria do humb disa gjyqe të tjera, prapë me Strasburgun. Për shkak të trajtimit që u bën shtetësve, në mënyrë poshtëruese, degraduese, nuk e di, shohim si pushtues. Kur thoni me datë 31 të këtij muaji. I shikon shtetësit e vetë si me qenë të huj, si me qenë pushtuese, si me qenë që vinë nga një planet tjetër, jo shtetës të i vendi. Edhe bën se kemi bërë gazi botës në gjykatën e Strasburgut. Sa që gjykata është midis një dileme të madhe që të marrë vendim pezullimit gjitha çështjeve të Shqipërisë. Se aq të panumërta janë aplikimet që bën për shkelje drejtave të njeriut. Drejtave thelbësore, nuk po flasim për garanci luksi, flasim për gjëra bazike. Sepse i tillë është i ndërtuar sistemi. Dhe për ta përfunduar fjalën. Po ti shikojmë ne që ka infermierë që shkojnë nëpër Gjermanira, që u bë trendi 10 viteve të fundit. Shkojnë sepse ti ka qendra komunitare që ato shkojnë edhe punsohen dhe marrin ato pagesat. Po ka edhe shërbime në familje. Po që ka natyrisht po. Po janë të ndërtuar mekanizmat. Shqipëria nuk i ka ato mekanizmash. Edhe nuk preferon asnjë, sepse trajtimi në pagë, trajtimi në shpërblim është jo dinjitoz. Tani nuk mundesh ti i thosh një personi që të vitë të rrinë në listën e pritjes për të shërbyer persona me aftësi ndryshe, që të paguhet në vlera qesharake. Nëse do jetë pagesën që mund të jetë minimalisht 1.000 euro, të siguroj që të bëhen gjithë shqiptarët do solidarizohen në radhë parë sepse kanë interesin që të shërbejnë një personi i cili ka nevoja ndryshe. Dhe shpërblimin pagë dhe shpërblimin dinjitet do ta konsideroj unë, do të ishte për gjithë kujdestarët. E di që ne të paktën si studi avokatore kemi me qindrat verbër që nuk ka marrë indeksimet e pagave, indeksimin e pensionit tyre. Nga viti 2005-2010. Edhe janë të paktën në 2 gjykata administrative, në Lushnjë dhe në Tiranë, që janë të paktën 200 çështje që ne i kemi përfaqësuar dhe pasën gjitha janë pro bono, gjitha janë pa pagesë për këto persona me aftësi ndryshe. Sepse shteti shqiptar nuk ka dënjuar dhe për llogaritë mbas të ligjeve që i nxjerr vet, por t'ja thonë këtyre personave, personat e verbër, janë persona që kanë statusin e verbrit, persona që kanë statusin e personat me aftësi të kufizuar. Këto duhet të kenë qasje në gjitha shërbime publike, duhet të jenë gjithë përjashtuar nga taksat. Tani nuk mund të shkosh ti kërkosh taksa, ti kërkosh pagesë energji elektrike, ti kërkosh pagesë për shërbime të ujit. Gjitha këto do të jenë të rimbursueshme kur ka një person me aftësi ndryshe në shtëpi. Sepse e gjithë fokusi është për ta bërë jetesën sa më normale. Dhe tani, çfarë do të mendojmë më parë? Mendoj të paguaj ilaçet e veta, për ilaçe që han dhera shqiptarët. Ilaçe indiane që na vinë edhe na importojnë, ilaçet më të mbaruara që rimburson shteti. Pra ne them unë që shteti këtu i shep njerëzit si me qenë
pushtusa, si me qenë shtetas të vëndi, për me ardhë nga një planet tjetër. Për gjitha këto shkaqe, me bëjnë që ne të themi, të mendojmë pikërisht me fakte që shteti i trajton shtetasit e vetë në mënyrë jo dinjitoze. Unë uroj që këto t'jenë vetëm se ne nuk mund të bazojmë gjithë shka të solidariteti njerëzve, se njerëzve do solidarizohen një moment. Po, kjo nuk është një ditë, kjo punë. Po, e vërtet. Kjo është një punë e vazhdueshme, është një përditshmëri e cila ka rreth 60 vite që i vazhdon. Unë ai që kuptova më shumë dhimbje kishin për probleme që kanë pas viteve 90 sesa para viteve 90. Gjithë ato kanë përballuar mirë se kanë shkuar në punë. Po tani ato nuk punojnë një se janë mosh, edhe kanë pamundësi fizike. Kanë edhe një problem tjetër që rritja eksponenciale e çmimeve, se shteti në vendet e Evropës ka një kartë që jep një kartë banke gjithë personave që ble deri një kuotë caktuar, ti ble ushqimet pa taksë. Nuk mund ta taksosh njësoj një familje që ka nevojë të mbajë një person me aftësi ndryshme një familje normale. E vërtet. Paktën këto janë to mekanizma lehtësuese, këto do të bëjë shteti, se nuk pretendojmë që ne të shpigim bobën bërthamore. Qartë. Shikoj edhe në fakt të zotin Islam që na ndjek me vëmendje Klodi gjithë analizën që ti i bëre, ju miqe shikoni që poshtë ekranit tuaj ka dalë edhe numri i telefonit 044 80 4909, është numri i telefonit që bën të mundur çdo telefonat live dhe të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Dëgjojnë që vinë shumë telefonata që po priten në regji nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Kmataj. Ndërkohë që e kam një telefonat të drejtë për drejtë në studio. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po, zotri, kush jeni dhe nga telefononi? Unë po telefonoj nga Tirana. Po? Jam një prind që kam një fëmijë tetraplegjik, Po? që është 44 vjet, Po? që as nuk flet, as nuk hetet dhe nuk dëgjon. Në të njëjtën kohë, do sa t'i bëjnë një pyetje atij avokatit, Po? që të interesojë, se nuk interesojnë mirë, dhe me ankon nga 2010 dhe 2015, edhe unë si familje nuk ka marrë absolutisht asë një lekë. Qëndron ai proces që ngriti avokati. Ne pakta dhe më vjen keq për atë familje se ata janë më të vjetër se unë 74 vjet jam vetë, dhe 71 kam gruan, djalin e kemi 44 vjet, po thua se ecët vetëm në tualet ashtu kematorës, edhe nuk flet. Edhe nuk flet. Dhe ajo, kjo gruaja ime të drejtës, gjo për gjatë, është heroin. Edhe unë diçka një moj, pa ajo e la, ajo e rua, ajo e vesh, do me thënë tamam, ashtu si sot ajo në në familja, atjer ka ajo, si një fëmijë të vogël. Klodi. Po shteti duhet vërdonë, për kujdestarë, me 130 lekë, taj fëmijë, nuk të vjen absolutisht asnjë person. Ato që tha edhe avokati pak më përpara. Nuk kanë shumë njerëz. Këto janë shqiptarët e vërtet. Këto janë njerëzit që kanë hallën. Në atë gjallë, si që ka fëmijën ai, dhe si që ka mund më shumë në shkallë republike, se 1200, 1300 veta, nuk janë. Po, e vërtet. Dorë se vallai na vjen keq në emri prim. Më vjen keq që ndryshon vetëm vendodhja e familjes Leka, ata në Borizan dhe ju në Tiranë. Më vjen keq që po përjetoni të tilla momente, keni gjithë jetën tuaj që ja përkushtoni këtyre fëmijëve. Një falenderim të madh për ju zotrin që falenderoni bashkëshortet tuaja që janë heroina të vërteta, se ato kanë mohuar jetën e tyre, nuk bojnë jetën e tyre dhe ja përkushtojnë këtyre fëmijëve të cilën kanë shumë nevojë për dashuri dhe për dinjitet. Atëherë ta dëgjojmë, faleminderit zotrin Andish nëpërmjet ekranit. Faleminderit edhe një përqafim të madh nga studio për zonjën tuaj dhe një falenderim që dini gjithçka, çdo sakrificë që ajo bën së bashku me ju, sigurisht. Klodi, se më duhet ta mbyll. Për ta përfunduar, është një thirrje që ne jo bëjmë gjithë personave që kanë paktën persona që gëzojnë statusin e të verbrit, se ato që janë me statusin e të verbrit kanë edhe problemet më të mëdha. Sepse nuk kanë kontaktin kryesor me jetën, me botën materiale që është e para. Dhe ajo jo kufizon në shumë jetë, sepse ka edhe paraplegjik ose tetraplegjik që mund të kenë vështirësi ta marrë kontaktin me botën
e kanë. Dhe është paktën sot një praktikë që po ndiqet në studio jonë, që po i ndihmojmë gjithë personat herverbër me gjykime për t'i marrë ato përfitime ekonomike që janë mohuar që nga viti 2005 e deri në vitin 2010. Paktën kemi mbi 200 raste që ne i kemi trajtuar me sukses, kanë marrë ato pagesa që mund duken të paktën vlera, mund të jenë 40.000 lekë, 50.000 lekë të reja për gjatë gjitha periudhës, mund të jenë 100.000 lekë të reja, pra 1.000 euro, 2.000 euro, ama për ato kjo shumë do të thotë shumë. Zotëria që bëri ndërhyrjen live tha 130.000 lekë vjetër. 130 euro është ellatashme, është lemeritse. Aq sa që janë detyrimet mujore për një familje normale për shërbimet utilitare, për ujë, drita dhe internet. Sepse sot janë bërë të domosdoshme këto 3 lloj shërbimesh, nuk pa cilat nuk bën dot, janë bërë pjesë e jetesës. Ta mbyllim Klodi me këtë mesazh tëndin, duke të falenderuar, thash edhe një herë të kemi marrë nga tryeza familjare dhe të presin prindrit, bashortja, fëmijët. Ju uroj Fitër Bajramin, Zoti ka të ketë pranuar edhe agjerimin e prindërve të tu. Klod, faleminderit që je me mua në studio. Dua të shkoj pak edhe tek lidhja drejt për drejt me Borizanën, aty ku ndodhet Zoti Islam. Zoti Islam, më dëgjon? Urdhëro. Shiko, në fakt ti bëre një rrëfim shumë të sinqert ditën e sotme, pavarësisht se një moment dëshpërimi ishte dhe ajo me liçenin pranë shtëpisë, mos e çon në përmend se dhe në mes të Tiranës ti e dëgjove edhe babain e një fëmie tjetër që po përjeton të njëjtën situatë si ty. Prandaj bëhu i fortë. Të shpresojmë që shqiptarët na kanë ndjekur ditën e sotme, pasi ne të dalim numrin telefonit fiks që u shfaq në ekran nuk është më, është vetëm për transmetimin live. Ndërkohë që ata mund të telefonojnë në numrin 069 20 37 000 dhe do vijnë në kontakt me familjen tuaj, ose mund të vinë edhe në Borizan, familja Leka njihet, apo jo? Dakor, faleminderit. Faleminderit, ju uroj gëzuar Fitër Bajramin, paçit një herë sa më gjatë. I gjithashtu edhe ju. Në fakt, do të mbyllim këtu edhe emisionin e sotëm, do lexoj dhe do citoj pikërisht fjalët në fund të insertit të kolegës time Anila Akmataj, të kryeredaktores së këtij emisioni, një histori dhimbje, sakrifice dhe dashurie, një dëshmi se kur jeta të rrëzon, forca për të jetuar lind nga zemra dhe nga njerëzit që të qëndrojnë pranë. Kjo ishte edhe mesazhi që donim të jepnim në fund të këtij emisioni, duke ju falenderuar të gjithë ju për vëmendjen tuaj, gëzuar edhe një herë, paçit një jetë sa më të lumtur në familjet tuaja, sa më të shëndetshëm dhe një solidarizim për gjithë ata që po na ndjekin në transmetim të drejt për drejt me ngjarjen që kemi trajtuar në pjesën e dytë dhe të tretë të këtij emisioni. Bashkë takohemi në ditët në vijim dhe ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, pa stres dhe pa probleme.